Punimet në lungomare 3, shëtitore mbretërore të Vlorës, nuk po eci me ritme të duara dhe kjo po ngjall shqetësim të qytetarëve dhe bizneset e zonës. Ky projekt, i cili konsiderohet një nga investimet më të rëndësishme infrastrukturore për qytetin dhe turizmin, duhet të përfundojë përpara nisjes së sezonit veror të këtij viti. Megjithatë, realiteti në terren tregon se puna është ende larg përfundimit. Edhe pse teorikisht ka mbetur rreth 3-4 muaj deri në nisjen e sezonit turistik, sasia e punës që mbetet për tu realizuar është e konsiderueshme. Kjo bëhet edhe më problematike duke marrë parasysh terrenin e vështirë ku po zhvillohen punimet, si dhe kompleksitetin e projektit që përfshin infrastrukturë, shëtitore, ndriçim, gjelbërim edhe elemente të tjerë urban. Në këto kushte, ritmet aktuale të punës nuk japin garanci se lungomare 3 do të jetë gati në kohë. Ajo që vihet tërheq qartë në kantier është mungesa e një intensiteti të vazhdueshëm pune. Në shumë raste, më tepër shihen punëtorë që qëndrojnë pasiv, sesa të angazhuar realisht në procese ndërtimi. Kjo krijon përshtypjen se puna po zvaritet dhe se mungon organizimi i duhur për të përshpejtuar procesin. Qytetarët që kalojnë në çdo ditë pranë zonës shprehen se pamja e kantierit ndryshon shumë pak nga java në javë. Një tjetër problem i evidentuar është profili i fuqisë punëtore të angazhuar në këtë projekt. Vëret qartë se pjesa më e madhe e punëtorëve janë në moshë të avancuar. Kjo nuk vlen vetëm për lungomare 3, por edhe për projekte të tjera ndërtimore në qytetin e Vlorës. Të rinjt janë shumë pak të pranishëm në këto kantiere, çka ngre pikpyetje mbi mungesën e fuqisë së re punëtore dhe interesin e tyre në sektorin e ndërtimit. Mosha e vjetër e punojësve, ndonse përfaqëson përvojë, ndikon edhe në ritmin e punës, veçanërisht në projekte që kërkojnë intensitet, energji fizike dhe angazhim të vazhdueshëm. Në kushte të tilla, vonesat bëhen të pashmangshme dhe objektivat kohore rrezikojnë të mos përmbushen. Mos realizimi në kohë i lungomare 3 do të kishte pasojë të drejtë për drejta për sezonin turistik. Vlora, mbështetë ndjeshëm te turizmi veror dhe shëtitoria bregdetare, është një nga pikat kryesore të atraksionit pushuesit vendas dhe të huaj. Një projekt i papërfunduar me kantier të hapur dhe rrugë të bllokuara do të ndikonte negativisht në imazhin e qytetit dhe në aktivitetin ekonomik të zonës. Në këto kushte, kërkohet ndërhyrje e menjëhershme për rritjen e ritmeve të punës, përmirësimin e organizimit dhe shtimin e fuqisë punëtore. Vetëm kështu mund të shpresohet që lungomare 3 do të përfundojë në kohë dhe të shërbejë qytetit të Vlorës ashtu siç ishte planifikuar.